Prandaj unë mendoj që kjo është një çështje jo serioze, hajt, ma le që shtuton VK45, gjë që tregon në farforme që ata nuk është që janë shumë të interesuar për zbardhjen e të vërtetës së drejtësisë për luftën e UÇK-s, po thjesht janë interesuar me prodhoni narrativ ku UÇK-ja në tërësi sipas tyre kanë kryer krime e këta 4 persona sipas prokurisë gjithmonë kanë qenë personat me pushtet absolut, edhe se gjithë historia e UÇK-s që ka sill rreth tyre 4 persona. Nëse i shihni dje komunikatat, ato dëshmitë e copëzuara, gjithçka, ta merr mendje se veç rreth këtyre 4 gjithçka është sill, këta 4 kanë ditë për gjithçka, këta kanë organizu, këta kanë leju, këta kanë marrë pjesë, gjë që për na që kena përjetu luftën është krejt iracionale dhe irreale kjo që thuhet. Po, dhe Arsim, nëse flasim për këtë